Të nderuar koleg, sot do t'ju prezantoj rastin e një pacienteje që erdhi në vëmendjen tonë në javën e 25 dhe 5 ditë për shkak të zbulimit ekografik të një formacioni të proputshëm me limfangiomë në zonën torako-abdominale. Pacientja është shtatzën për herë të tretë dhe në 2 shtatzënit e mëparshme ka pasur fetuse të prekur nga limfangiomat në vende të ndryshme. Për këtë arsye, ajo ka kryer rreth ekzaminime invazive, ku nuk ishin gjetur anomali kromozomike. Siç mund ta vini re në këtë skanim tërthor, vlerësohet formacioni me përmbajtje anekogjene, pasepta, i lokalizuar në zonën e pasme torako-abdominale. Limfangioma fetale është një keqformim limfatik kongjenital që mund të shfaqet në formë makrocistike, mikrocistike ose të përzierë. Në diagnozën diferenciale duhet të merren parasysh, në varësi të vendsdodhjes, në zonën cervikale ose nukale, higroma cistike, e cila shpesh shoqërohet me aneuploidi, në zonën torakale, CPA, malformacioni adenomatoid cistik pulmonar dhe sekuestrimi pulmonar. Në zonën abdominale, hyn në diagnozën diferenciale me duplikacionin enterik, neuroblastomën e gjendrës mbiveshkore, cistat e kanalit, omfalomesenterik dhe teratomën. Në rastin në shqyrtim, në favor të dyshimit diagnostik për limfangiom fetale flasin vendodhja, përmbajtja anekogjone, mungesa e vaskularizimit në kolor Doppler, mosha gestacionale në të cilën është shfaqur dhe, qartazi, një rol luan edhe anamneza obstetrike. Skanimet sagjitale ofrojnë një lokalizim më të mirë të formacionit, pasi duke vëzhguar marrëdhënien me diafragmën, vihet re pikërisht se formacioni shtrihet rreth kraharori në pjesën e sipërme të barkut në pozicion posterior, pa shenja të dukshme të efektit kompresiv mbi organet fqinje. Studimi i zemrës së fetusit rezulton të jetë brenda normës me një seksion të rregullt të djathtë, seksion të majt, skanim të 3 enëve të gjakut dhe në fund, në studimin e 4 dhomave, nuk vizualizohen shenja të dekompensimit fetal apo të derdhjes perikardiale, gjë që është e rëndësishme të përjashtohet në këtë raste dhe të monitorohet me kalimin e kohës. Studimi i anatomisë së mbetur fetale rezulton të jetë brenda normës me vlera biometrike që korrespondojnë me moshën gestacionale. Studimi i gjymtyrave tregon segmente kockore të rregullta dhe mungesë të ngurtësisë artikulare dhe lëvizjet aktive fetale janë vizualizuar mirë gjatë gjithë ekzaminimit ekografik. Për sa i përket menaxhimit të rastit, qartësisht në limfangiomën fetale ndryshon shumë, siç thash më parë, vendi ku lokalizohet, sepse në vendndodhjen cervikale dhe nukale ka një lidhje të fortë me aneuploidit, lidhje e cila është shumë e ulët në rastin e vendndodhjeve atipike, si në këtë rast, sidomos nëse bëhet fjalë për një gjetje që duket e izoluar. Menaxhimi parashikon një ekokardiografi fetale të detajuar, ndjekje ekografike të vazhdueshme për të vlerësuar rritjen dhe efektet e mundshme kompresive mbi organet e fqinje, një këshillim gjenetik për të diskutuar e mundësinë e kryerjes, eventualisht edhe në këtë rast, të kariotipit. Është i nevojshëm një këshillim multidisiplinar me kirurgjinë pediatrike dhe neonatologjinë dhe planifikimi i lindjes duhet të kryhet gjithsesi në një qendër të nivelit të tretë, në rast se në trimestrin e tretë e formacioni arrin për masa të konsiderueshme. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen.